Seri tërmetesh në Greqi mbyllen shkollat në Evja. Zona e Evjas në Greqi vazhdon të jetë e prekur nga aktiviteti sismik që nisi në orët e para të së dielës, duke shkaktuar shqetësim tek autoritetet lokale dhe banorët. Si masë mbrojtëse pas inspektimit nga ekipet e DAEFK-s, u vendos që të pezullohet funksionimi i shkollave në zona të caktuara të ishullit. Komplekset shkollore në Prokopi dhe Pili do të mbeten të mbyllura deri në përfundimin e inspektimeve nga ekipet speciale të Agjencisë Greke të Mbrojtjes Civile, të cilat po shqyrtojnë qëndrueshmërinë statike të ndërtesave. Tërmetet në Evja filluan orët e para të kësaj të diele, teksa u regjistruan 3 tërmete të forta, më i madhi prej të cilave me magnitudë 4.3 ballë të shkallës Richter, ndërsa u regjistruan edhe tërmete të tjerë më të vegjël. Dridhjet e njëpasnjëshme kanë shkaktuar dëme në shtëpi dhe ndërtesa publike, me raportime për çarje në shumë vende. Komuniteti lokal mbetet në gatishmëri të lartë me banorët që shprehin shqetësim, por që mbeten të qetë.